Mirë, jemi rikthyer në studion e Start, tashmë për të ndalur tek një bisedë shumë interesante që lidhet me zhvillimet e inteligjencës artificiale. Ditë pas dite këtu në studion e Start, ne ndajmë në InfoClub informacionet tepër interesante, skenar ndonjëherë edhe të frikshëm sa i përkasin pikërisht asaj se çfarë mund të bëjë ndoshta inteligjenca artificiale në vitet e mëvonshme. Megjithatë, ajo çfarë të gjithë e njohim dhe po e përdorim gjërësisht gjatë viteve të fundit është ChatGPT. Ndonjëherë e gjejmë veten duke biseduar me të, nis fillimisht si një provë dhe e nxitur nga kurioziteti, por pastaj kuptojmë që po, ka aftësi të na bëjë të ndihemi më mirë dhe të na jap përgjigje ndoshta lidhur me gjëra për të cilat më parë nuk kemi pasur ku të drejtohemi. Sa i përket zhvillimeve të inteligjencës artificiale dhe ChatGPT-s, do ta diskutojmë me një AI entuziast, Fatjona Murati, një herazi sipërmarrëse. Mirëmëngjes Fatjona, mirë se erdhe, kënaqësi të kem në studion e Start. Mirëmëngjes të gjithëve, faleminderit për ftesën. Tani, do doja ta nisja thjesht fare duke ndarë ndonjë eksperiencë tënde me inteligjencën artificiale dhe në këtë rast me ChatGPT-n. Unë nisa duke thënë që fillimisht është kurioziteti ai që të shtyn ta pyesësh për diçka të caktuar dhe pastaj krejt papritur e gjen veten të humbur në një bisedë që duket aq e afërt dhe aq e përzemërt sa me një mik apo një mikesh. E vërtet, në fakt, unë së fundmi pata një konflikt në punë edhe nuk po dija se si ta rregulloja, çfarë duhet bëja, që tisha domethënë brenda asaj formales edhe tisha domethënë të sillesha siç duhet. Dhe nga shoqëria nuk është se kisha marrë një feedback edhe ja shpjegova ChatGPT-s të gjitha rrethanat edhe gjërat që kishin ndodhur ngjarjet dhe papritur një nga një mi dha ato hapa që ishin goxha të thuash objektive, nuk ishin anë subjektive ose kush ishte pala e saktë ose pala e gabuar edhe më rezultoi mirë edhe pastaj e zgjidha në mënyrë më të drejtë dhe më si thua të qetë dhe pa pasur më te le të themi pati një rezultat pozitiv. Pozitiv. Ta mendosh domethënë që her pas here kur kemi këto gjëra nuk dim çfarë të bëjmë dhe kur së fundmi u drejtova ChatGPT-s më dha një rrugë shumë objektive, të saktë dhe me hapa se çfarë duhet të bëja. Kemi parë në fakt të lançohen disa chatbote të tjerë gjatë kohëve të fundit, kemi së fundmi edhe chatbotin e Mira Muratit që do të zhvillohet në vijim. Mendon që ndonjëri nga këta do mund ta konkurojë sa i përket zhvillimit dhe aftësisë ChatGPT që për momentin le të themi është më i përdorur nga të gjithë? Po, ChatGPT-ja është më i përdorur dhe më i njohur nga gjithë nga popullsia e gjerë, po ka dhe aplikacione që janë akoma më të mira se ChatGPT-ja, mund përmend Claudi, që është shumë i mirë, por edhe ajo që po punon Mira Murati patjetër që mund të jetë më mirë, por Mira po ruan një rrugë që është me pjesën e integritetit, me atë pjesën e përgjegjësisë se çfarë do të sjellë inteligjenca artificiale, ndërsa nga OpenAI po dëgjojmë lajme dhe gjëra që ka punë të fshehta underground që ndoshta në të ardhmen nuk do jenë në të mirë të njerëzimit ose do ketë probleme, por gjithashtu edhe platforma ose si thua agent ose chatbote që janë të shtuara të Microsoftit ose të aplikacioneve të tjera, por rezultojnë me rezultate të mira dhe të dalin me njoftime që ose ne përdorim në punën e përditshme, në biznes apo në fusha të ndryshme. Kemi ato tasket tona, përditshmëritë tona dhe të çon remindera, të çon mund përmend Copilotit, që gjatë gjithë kohës të din tasket, të din përditshmërinë tënde, punët që bën në përditshmëri dhe të jep gjatë gjithë kohës inpute ose doli një lajm i ri dhe të thotë, shiko, ka dalë këto analiza, duhet bësh këto ndryshime në këto eca apo në këto reklama që ti po mban, për sa i përket biznesit. Unë të doja që këtë bisedë ta kishim shumë praktike, ne nuk jemi vetëm, kemi edhe një mik ose mikesh të tretë që është pikërisht ChatGPT dhe do kemi mundësi që të demonstrojmë në kohë reale përgjigjet të cilat na vijnë nga ky chatbot lidhur me çështje të ndryshme. Një studim i fundit lidhet pikërisht me faktin që ChatGPT po përdoret edhe si një psikolog i mirë, i cili në fund të ditës nuk ka nevojë as t'i japësh një pagesë për këdo që preferon të përdor programin falas, kurse për ata që ndoshta përdorin një version më të përmirësuar, mund t'japin një pagesë modeste dhe të marrin të gjitha aftësitë e saj. Kështu që do doja ta nisnim duke e pyetur ChatGPT-n të na jap një këshill për të filluar ditën ashtu siç duhet dhe të shohim se çfarë do të na thojë. Atëherë, ne kemi thënë në emisione të tjera që ka disa rregulla që ne i shkruajmë ChatGPT-s, që ti themi sillu si ose vepro si, japim një lloj pozicioni që të marrim një feedback më të mirë.
Tani në këtë rast po I themi sillu si një psikolog dhe na thuaj cilat janë hapat për ta nisur ditën më mirë. Ta bëjmë në këtë mënyrë? Ta provojmë edhe kështu, dim edhe ne se si ti drejtohen pikërisht inteligencës artificiale. E shkruajmë ndërkohë dhe menjëherë do na shfaqet edhe përgjigja në Ledwall. Jemi duke e parë që Fationa po shkruan pikërisht, je një psikolog dhe më trego pikërisht se çfarë duhet bëj për të nisur ditën ashtu siç duhet. Ndoshta është një praktikë shumë e mirë që mund ta bëni her pas here, pse jo për të marrë këshillat e duhura në nisje të një dite të re. Ne jemi shpeshherë konfuz, jemi shpeshherë të mbi ngarkuar në nisje të një mëngjesi, kështu që është e nevojshme që Okej, do ta kemi edhe përgjigjen patjetër. Kërkojmë ndjes për gabimet të cilat vinë nga tastiera e tabletit. Po, ju lutem, unë shkruaj shumë mirë gjuhën shqipe. Por e rëndësishme është të marrim feedbackun e nevojshëm dhe ato këshilla praktike që na vijnë pikërisht nga inteligjenca artificiale, një mjet që na ndodh të gjithëve ta përdorim. Ka thjeshtësuar shumë punë, po nga ana tjetër ka bërë që kohët e fundit, paktën edhe nga liderat global të teknologjisë të ketë deklarata të ndryshme lidhur me profesionet që do jenë më të rrezikuar në vitet e ardhshme prej përdorimit të inteligjencës artificiale. Në Shqipëri ende duket se nuk ka marrë një përdorim të gjerë. Unë e bëra. Okej. I cime gabime, por që po ja dërgojmë dhe shohim se çfarë përgjigje do të na jap. Okej. Faleminderit për fjalët e mira, ja 3 hapa të thjesht për të fuqishëm për të nisur ditën mbar, siç do të sugjeronte një psikolog pozitivist, thot në këtë rast. Gjoh me qëllim, jo me ngut, unë po I lexoj shkurtimisht, lëvizet trupin dhe aktivizon mendjen, merr një rrezë mirënjohjeje dhe mënyra se si ai komunikon duket kaq ngrohtë dhe kaq familjare. Nëse do vëjmë re janë ato mënyra që sugjerojnë edhe këto sipërmarrësit ose edhe këto që merren në këtë fushë dhe janë gjatë gjithë kohës që niste me një ecje 5 minuta ose I mirënjohës shkruaj 3 gjëra për të cilat I mirënjohës gjatë gjithë kohës. Domethënë fiks në atë rolin e psikologut ose atij që na jep ato sugjerimet. Tani lind pyetja natyrshëm, a është psikologu një prej profesioneve më të rrezikuara nga inteligjenca artificiale? Jo, për vetëm në arsye sepse kjo ka të bëjë me ndjenjat dhe ka të bëjë me pjesën e komunikimit. Profesionet që janë më të rrezikuara janë ato, mund të themi të parën që është pjesa e zhvillimit të softwareve dhe aplikacioneve. Ndërsa këto profesione që akoma të kanë bëjë me ndjesinë e njerëzit dhe me pjesën e komunikimit, patjetër që ne marrim këto disa informacione këtu, po është ndryshe kur qasja me psikologun është ballë për ballë. Dhe siç thash, zhvilluesit, programuesit janë shumë të vështirë dhe kjo po ndikon vetë pjesa e tregut të punës, pasi ChatGPT-ja dhe aplikacionet të tjera të ngjashme po mbulojnë punët që bën një junior. Dhe duke mbuluar punën që bën një junior, nuk I ngelet hapësirë për internship atyre studentëve që sapo kanë mbaruar studimet. Por edhe tek studimi që po bëhet, që ka dalë tani për sa I përket AI 2027, pra ka dalë një mapping se si do jetë zhvillimi I AI-t në 2 vitet e ardhshme, thotë që në korrik të 2027-s do ulet pagesa për punëtorët që nuk është se merren me inteligjencën artificiale. Kjo në fakt është një lajm I keq ta dëgjosh, edhe mund të themi dhe atë pjesën tjetër që do ndahet the best from the rest, në kuptimin që më të mirët që din ta përdorin, që din të futen, do kenë vend në treg, ndërsa pjesa tjetër pastaj do ketë pak më të vështirë. Kemi parë në fakt që Kina është një prej vendeve të para që ka ndërmarrë një mision ose një rregull të ri tashmë që në shkollat fillore, pra prej cikleve më të ulta do filloj të praktikohet dhe të mësohet inteligjenca artificiale. Pra nëse Kina po e bën këtë, do thotë që jemi tashmë zyrtarisht në një epokë ku më të favorizuar do të jenë ata që e njohin mirë dhe din ta shfrytëzojnë siç duhet. Kina ka avancuar dhe ka hapur dhe spitalin e parë që të gjitha gjërat po I testojnë 14 mjek të inteligjencës artificiale që do të jenë frikshme. Dhe tek studimi që nëse mund ta shtoj është kjo pjesa që në tetor të 2027 pritet ajo AGI që ne kemi thënë disa herë, kemi përmendur që pritet të vinte nga vitet 2030 ose më vonë dhe sipas këtij mapping dhe këtij studimi që është bërë nga ish punonjës të OpenAI, kjo gjë do ndodhë më shpejt. Dhe do thotë që agent të AI-t mund të dalin dhe të funksionojnë në mënyrë të pavarur, pa marrë komanda, siç ne bëjmë për momentin me ChatGPT.
Kjo është ajo gjëja që ne duhet të trembemi dhe duhet të kemi kujdes me informacionet dhe ekspozimin që kemi ndaj këtyre teknologjive të reja. Ka edhe një profesion tjetër, të paktën nga deklaratat e fundit që kemi dëgjuar këtë ditë në media, që ndoshta është këshilltari në politikë, që mbase inteligjencë artificiale, në këtë rast chatboti i ChatGPT-s, mund të përbëjë një rrezik konkret pikërisht për këshilltarët të cilët deri më tani kanë shkruar fjalimet politike. Nëse bashkojmë, po themi, ideologjit dhe gjithçka që përfshin një program politik dhe i kërkojmë këtij chatbotit të na krijojë një fjalim, ai mund ta bëj fare thjesht dhe pa na vonuar, pra duke kursyer kohë, po një herazi edhe para për një profesionist të caktuar. Kështu që ne nisëm fare thjesht me një pyetje që lidhej me disa këshilla praktike për të nisur mëngjesin, por tani do doja t'i kërkonim ChatGPT-s na krijonte një fjalim të shkurtër politik, nëse ke më praktike mund ta mbash edhe në dorë tabletin pa problem, në mënyrë që atëherë siç thashë janë ato rregulla që shkruash ti vepros sikur je një deputet, pika 2 domethënë jep detyrën. Kemi gjithmonë parasysh në qoftë se ne përdorim ChatGPT-n edhe kemi bërë një herë nuk ka nevojë, por gjithmonë kur japim detyrë të re ose duam diçka që nuk është në atë orientimin ose çfarë ne kemi shkruar në përditshmëri, duhet bërë kjo me 4 hapa. Unë po e bëj shumë të shpejt, po i them thjesht shkruaj një fjalim 30 sekondësh për një deputet i cili premton vend e pune dhe zhvillim ekonomik. Bëjmë diçka të tillë. E provojmë dhe shohim se çfarë. Por gjithmonë duhet kemi parasysh këto hapat për njerëzit që duan të marrin diçka cilësore. Nuk po themi për deputetët, sepse duhet të përpiqen për t'i bindur qytetarët me gjëra konkrete dhe jo vetëm me fjalimet e inteligjencës artificiale. Jemi duke shkruar në këto momente pikërisht kërkesën tonë ndaj ChatGPT-s në mënyrë që të na sjell një fjalim të shkurtër politik për të na treguar se çfarë do t'i thonte qytetarëve për t'i bindur në mënyrë që t'i votonin. Ne jemi në fushat politike aktualisht, në fushat elektorale, kështu që le të kuptojmë nëse ndonjëri nga kandidatët, të paktën për ata që kanë dëgjuar dhe kanë ndjekur me interes të gjitha programet, ka përdorur inteligjencën artificiale për të shkuar drejt një konkretizimi të një fjalimi të caktuar me të cilin mund të jemi përballur në një media apo në një tjetër. Është interesante mënyra se si inteligjenca artificiale po ndryshon jetën e gjithë secilit prej nesh. Nëse po përdoret në fjalime politike, mund përdoret fare thjesht mëtej edhe në fusha dhe në industri të ndryshme. Kemi tashmë disa struktura shërbimit të cilat po e përdorin patjetër si një asistent virtual për të komunikuar me klientët e tyre. Duket se edhe gjua shqipe, ndonse her pas here është diskutuar gjerësisht, ka një përmirësim, ne e pam vetëm pak më herët që na dha një përgjigje në të cilën nuk vëreshin gabime të mëdha lidhur me gjuhën shqipe. Bëra diçka shumë të shkurtër, shkruaj një fjalim politik të shkurtër 30 sekonda për një kandidat shqiptar që premton vend e pune dhe zhvillim ekonomik. Okej, ja dërgojmë të kërkesë ChatGPT-s dhe shohim se çfarë na thot. Okej. E bëm shumë të shkurtër se besoj nëse do i thonim më shumë minuta, do na e bënte diçka më të gjatë. Ta lexoj? Po. Të dashur qytetar, sot qëndroj përpara jush jo me premtime boshe, por me një vizion të qartë, punësim dhe zhvillim. Ne do të hapim vende të reja pune për të rinjt, do të mbështesim bizneset vendase dhe do të sjellim investime që ngrejnë ekonominë. Jo vetëm në letër, por edhe në jetën tuaj të përditshme. Bashkë mund ta bëjmë Shqipërinë, një vend që punson, prodhon dhe ecën përpara. Zgjidhni zhvillimin, zgjidhni të ardhmen. Shko, mua më duket thuajse si fjalimet që ne kemi dëgjuar për vite e vite me radhë nga gjitha forcat politike në vendin tonë. Duket kaq e natyrshme dhe kaq e vërtet. Unë fakt po lexoja pak dhe në disa bazuar të paktën në fushatën politike që është bërë në Amerikë, që ishte shumë e madhe, midis Donald Trump dhe Kamala Harris, dhe thoshte që okay, pati gjithë ato manipulime, gjithë ato gjërat, por më vonë kur po bënin analizat dhe rishikimet thonin që kuptohej se cilat fjalime janë të bëra me ChatGPT dhe ishin bosh në përmbajtje dhe kuptoheshin ato fjalime politike që ishin për një qëllim dhe kishin një historik më përpara. Dhe gjithashtu edhe tani ne shqiptarët mund të bëjmë, nëse i shkruajmë ChatGPT-s, mund të shikojmë që nga ato premtime që janë bërë sa janë mbajtur, sepse ti nxjerr për shkak të asaj përmbledhjes që bën, se ChatGPT-ja ka gjithë ato gjëra që gjen në rrjetet sociale dhe mund të tregojë për një kandidat të caktuar politik se çfarë
nga ato që ka premtuar ka bërë në vitin X, po marrim për vitin 2025 dhe çfarë nuk ka bërë, ose fjalimin e ka pasur thjesht bosh, një gjë që është bërë e thjesht siç e kishim këtu me diçka të përgjithshme dhe jo diçka që është e bazuar në fakte. Me bindur se nëse ne japim disa detyra, pra disa pika konkrete, mund të na sjelli fjalimin të mirë përgatitur. Po, patjetër. Po edhe po diskutohet për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian dhe thuhet që ChatGPT-ja mund t'i ndihmojë shumë ata persona që po merren me pjesën e integrimit në BE, sepse po fusin dokumenta, po fusin pafund materiale dhe nuk ka nevojë tani për njerëz të rinj ose deputet ose projektues ligjesh që t'i hartojnë këto ligje, që t'i hartojnë ato pikat që duhen për të shkuar në Bashkimin Evropian, por i bëjmë nëpërmjet ChatGPT-s. Kemi Emiratet e Bashkuara, të cilat janë të parat që po përdorin inteligjencën artificiale në krijimin dhe hartimin e ligjeve, që kjo tregon patjetër për një... Këto pozicione tani janë të rrezikuar projektuesit e ligjeve, por edhe ata që merren dhe punojnë me anë të deputetëve apo që janë në instancat shtetërore. Pyetja që vjen natyrshëm, që është një pyetje etike në fund, është pikërisht nëse kjo është e shëndetshme apo po na dëmton, po na bën më pak të zhvilluar, apo më përtac, po i shuaj unë në një lloj forme. Kjo varet nga personi që e përdor. Domethënë, njerëzit që të paktën po marrin si puna ime, që i dim pak a shumë si përdoret, i dim mënyrën si funksionon, na ka sfiduar për të nxjerrë më të mirën tonë. Ndërsa njerëz të tjerë pastaj që vetëm shkojnë aty dhe shkruajnë dhe kështu po i dembelos pak dhe nuk është se po e vendosin trurin në punë dhe kjo po futet tek ato pjesën që bie rënja e kujtesës dhe fillojnë me disa gjëra të tjera që po analizohen dhe po dalin që janë në dëm të trurit ose të zhvillimit të njeriut, sepse po kënaqet vetëm atë që çfarë i jep ChatGPT-ja. Por duhet të keni një gjë parasysh që bëra edhe një test për një studim që mu desh edhe i shkruajta një informacion dhe më nxorri gjithë përgjigjen të informacionin që unë kërkoja. Dhe në fund fare, tek pjesa i thash ku e more burimin e informacionit. Më tha që burimin e ka marrë nga një person tjetër, individ, qytetar i zakonshëm si puna jote. Thashun pa, është informacioni 100% i saktë? Jo, kërkoj ndjes, informacioni nuk është 100% i saktë. Pra, ne shohim që ka dhe njerëz të tjerë që ushqejnë ChatGPT me forma të ndryshme ose për interesa të ndryshme dhe të japin informacione që s'janë të sakta ose të bazuar në burime ose në gazeta ose revista që mund të jenë shumë të famshme dhe kanë një rigorositet dhe kanë një, si thuash, qasje ose kanë statistika reale të atij studimi. Pra, në këtë pikë duhet jemi shumë të kujdesshëm se po thua ChatGPT manipulohet me informacion edhe nga individ të cilët mund të kenë interesa të ndryshëm, ndonjëherë edhe keqbërës. Po, kjo domethënë ndikon shumë edhe te pjesa e gjeopolitikës apo edhe te pjesa e gjithë mbarvajtjes, si thua, të globit ose të paqes dhe kështu. Unë do të thoj edhe gjë të shkurtër, kjo ndoshta nuk është e mirë si lajm ose si informacion, po që nga lufta që po bëhet midis SBA-s dhe Kinës. Ato në fakt në vend që të ishin për të parë, domethënë luftën për të vendosur një lloj ligji për sa i përket inteligjencës artificiale, për të parë domethënë se çfarë gjërash lejohen, çfarë gjërash nuk lejohen, ato janë në luftë për të prodhuar gjëra të cilat prodhon më shumë te kjo pjesa e inteligjencës artificiale ose ato 1 miliard chatbote që mund të punojnë në mënyrë të pavarur dhe mund të krijojnë dhe armë bërthamore. Pra, ne nëse i shkruajmë ChatGPT se si është procesi i krijimit të një arme bërthamore ose të një që kanë të bëjë me pjesën ushtarake, me pjesën e sigurisë të një vendi, ne informacionin e kemi aty. Domethënë, janë këto zhvillime që fuqitë e mëdha, superfuqitë duhet të shikojnë, domethënë të krijojnë një herë një ligj se çfarë duhet kemi kujdes, cilat janë ato gjëra që pranohen, cilat janë ato gjëra që nuk pranohen dhe më pas të vazhdohet me këtë konkurrencën e madhe se kush do shpiki gjërat më të mëdha ose cili do bëjë inovacionin e radhës për sa i përket inteligjencës artificiale. Ndërsa në nivel qytetar do doja të pyesja, është pyetja e fundit, çfarë duhet kemi parasysh, çfarë informacionesh nuk duhet i japim kurrë ChatGPT-s? Sepse ne na duket një gjë e cila na ndihmon të eksplorojmë pafundësisht dhe ndonjëherë tregojmë më shumë se ç'duhet. Në fakt, jemi shumë vonë për këtë, mund të themi, këshillën ose pasi tani të gjithë ne të dhënat janë digjitale, të dhënat tona nuk ruhen as në Shqipëri, ruhen në Frankfurt, domethënë janë ca detaje gjëra që nuk është se kemi më atë privatësinë tonë, por të kemi kujdes në vazhdim, mos t'japim shumë informacione që mund të ndikojnë më vonë, mos të vendosim pjesën e, të kemi kujdes njëherë me kartat, me gjërat tona personale, bankat, me pjesën e kartave identitetit, pasaportës, domethënë mos i vendosim ose mos i fusim me foto vend e pa vend, to që janë më kryesorët primarët se mund të përdoren për gjëra
që mund të jenë në dëmin tonë. Pastaj edhe te pjesa e ChatGPT-s, ti vendosin, domethënë të jenë, si thua, vigjilent me mënyrën si komunikojnë dhe mos të harrojnë dhe vetëm flasin, të japim informacion, etj, sepse po zhvillohet me hapa shumë të frikshme dhe siç e tham, në 2027, në tetor 2027, pritet që të këto robot ose këto agjente AI të bëjnë gjëra autonome pa kontrolluar nga njeriu dhe imagjinojmë informacionin që kanë, çfarë mund të na bëjnë. Kështu që duhet presim deri në 2027 se çfarë do të na ofrojë inteligjenca artificiale. Fationa, unë falenderoj shumë që ishe në studion e Start. Faleminderit juve.